Fatkeqësisht pas takimit ende palët qëndrojnë në pozicionet e tyre, duke bërë interpretime sipas shefit të vet të dispozitave të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, ato se janë 200-300 nene aty, edhe normal që ti mundesh me gjetë dikon një paragraf ku të përshtatet. Mendoj që politikanë nuk janë adekuat të interpretojnë, por për qëllime politike në rregull, sepse ata janë politikanë edhe i folin elektoratit vet, ndoshta na po synojmë idealen që ata nuk janë gjyqtarë gjykatës kushtetuese, as nuk janë jurista, kështu që mirë është me reflektu më shumë dhe po besoj që brenda 3 ditë do të reflektojnë edhe sepse të gjithë do të humbin. Unë mendoj që të gjithë do të humbin. Rama, ke pa reflektim ti? Deklaratët që sa po i ndoshëm, jo reflektim, unë besoj që gjendja është hala më e rëndë në krahasim se kur ka nisë do diskutimet e para. Nuk ka jo reflektim, por nuk ka as shenja ose lëvizje të vogla minimale që mund me kthy këtë besimin ose mirë besimin që po e thot vazhdimisht vendimi i gjykatës kushtetuese. Pra, nuk ka këto elemente sepse pozicionet mbeten aty. Përpos deklaratave boshe që sillen rreth njëra tjetrës, kur vjen në fund përfundimi i fjalimeve të përfaqësuesve politik, mbesin aty kur ti thotë ne nuk e ndrojmë Alvin Ragjiun, nuk e ndrojmë kërkesën për votim çeft. Në anën tjetër ke gjitha subjektet politike që vazhdojnë deklarojnë njëjtë që votimi i fshatë është kundër kushtetues, pra nuk ka këtu pa lëshim pa kompromis. Në farforme janë dy mënyra që mund dilen nga kjo situatë është në një të heq dorë nga votimi i fshatë zoti Kurti dhe të vazhdojnë procedurë të njëjtë dhe konsumohet ky 30 ditë që prap pas gjithë dhe dytë është ndrimi i Alvin Ragjiut, pra kandidatës, pjesa tjetër e partive mbesin në pozicione të njëjta. Janë të gatshëm që të votojnë kandidat tjerë në momentin që bëhet ndrimi. Pra në farforme topi është në dorën e zotit Kurti në këtë rast, sepse partitë tjera po ofrojnë një opsion, po thonë okay, ne po zhbllokojmë kuvendin, por jo me emrin Alvin Ragjiut dhe jo me kërkesën për votim, domethënë të fshatë. Unë kam një problem, tash po flas më shumë nga aspekti politik. Edhe nëse shkohet në votim të fshehtë, që s'ka ka shkelje kushtetuese ose procedurale. Nëse partitë politike kanë synim që të rrezojnë edhe këtë polemik, ka forma tjera ku ti mundesh me rrezu edhe votimin e fshehtë. Del prej seancës, vendi dhe në rregull. Kaç, dështon prap. Apo kupton, domethënë pamundsohet prap zgjedhja e kryetarit të kuvendit edhe me votim të fshehtë. Nëse don me vepru strategjikisht politikisht, por nuk po shoh gatishmëria se pjesa tjetër e partive që me e bë këta. Pra, janë ngulë të ajo ide që bëhet shkelje kushtetuese, nuk bën, dhe nga ana tjetër e kemi Albin Kurtin i cili insiston që duhet bëhet. Dhe unë nga këto premisa unë nuk shoh zgjedhje kushtim. Prandaj kjo do të jetë një sfidë shumë e madhe presidentes. Pajtohem me zotin Kryeziu që thotë sa më herët që e çon në pyetje është çash më mirë. Dhe unë çu kom pa këtë presidentja. Po. Nesër çu kom pa këtë vendimin e gjykatës më shumë për atribuohet komplet, po e them, idesë që t'ia lënë në dorë presidentes se si të vendos në këtë rast. Dhe presidenti besoj që duhet të veprojë dhe të japë këtë pyetje që ta ketë më lehtë vendimin pas datës 27 korrik, sepse nuk ka shenja e as elemente që një veprim mund ndodh që të përmirësohet situata dhe të shkohet drejt zgjedhjes së kuvendit. Nuk ka. Gashti? Nuk mund të çon një mëngjes të Kurti, që shënojmë na dhe thotë në rregull po pajtohem. Unë nuk pres fakt. Nuk ka shenja gjysmë shenja pajtohen. Për shembull, çka? Po ti nëse thu hajde për votojna komisionin për mos me shku në votim sheft, kjo është mjaftu shumë shej që ti ke bo një farë kapërcimi, gjysmë kapërcimi, që hajde ta gjbojna sa i në pikën 3 të vendimi 2014, edhe në paragrafin 141 të këti vendimi thot, do të votojnë marrëveshje deputetet. Nuk janë deputetet vetëm deputetet e ish opozitës, po janë deputetet dhe këta të vetëvendosës. Si shblenë edhe për këta deputetet e vetëvendosës. Si janë veç këta deputet, po janë edhe këta të opozitës. Prandaj, ideja është pse nuk po merr pjesë në votim, po bojkoton. Ky do të mos sepse është antikushtetuese, koleg. Sipas teje. Jo sipas meje, sipas gjykatës kushtetuese. Nuk është e vërtetë. Jo, ishtë më sullot. Me ledzu dhe tani edhe me thonë nuk është e vërtet, ndodhë veç me dëjmë gojë. Nuk ndodhë këtë në Balkan. Në këtë aspekt... Me mëshkat për Evropën. Mirë, së është e vërtet, unë s'kam për koment tjetër. Gjoma ti një vend në Evropë. Qëre, kushtet? Që nuk e bon kuvendit. Nështë ka modelin anglo-sakson. Qëre. Se ka kontinental. Paragrafin 141. Pika 3. Thot, në konstituimin e kuvendit,
të gjithë deputetët duhet të jenë të pranishëm dhe të votojnë si të dëshirojnë, në mënyrë të hapur ose të fshet. S'po thot këtu, qysh po thot Halili, mos gaboni fshet se jo. Jo. Çiko, a pse ti manipuloj? Çiko verdikti 2014-s. Po ai s'e Lidhje nuk ka me gjykimin e sotshëm. Ky sot më thot nuk preket aty dikës. Mashtuesi. Ti je vetëm mashtues. Ti je vetëm mashtues. Lexo aty që thot verdikti 14-s. Lexo mos raj. Mos u bukën ndërto. Vetëm pak. Pritet ti jemi këtu pak të kujdesshëm. Jo, mos u bukën ndërto. Unë kam përsyve që ne ka përcy pak këtë interpretimin juridik, sepse institucioni më i lartë juridik në vend e ka sensin edhe ka opsionin edhe trajtimin edhe politik. Nuk ka Prandaj unë po them, nëse kemi probleme juridike, shkojmë tek interpretimet politike pak. A ka reflektim ose s'ka në rrafshin politik? Se tani juridikisht po e shohim që kemi kontest. Nuk ka reflektim politik në qoftë se secili talent politik qohët bëhet ekspert juridik. Qëllimi është me bloku më Kush është talenti politik që bëhet ekspert Të gjithë ata që juridik? s'dojnë me apo sytë Albinit edhe shfrytëzojnë këtë vakum institucional juridik, Kjo provokon dhe unë. për mos me Që s'blejet nuk më, qysh ne, kërkush Sinqer. mu bo heqi s'blejet vendosjes. më. Jo, Në atë Alpulena, demokratike që po s'blejet kërkush. Nuk ka kjo të bëj që ko Okej. ka problem votimi dhe prishja e rendit të procedurale. si propagandist, as si analist, Kush si do këtu, qoftë e këtyne, kush do qoftë që vjen nga vetë vendosja. Si shpo duket politikisht s'mundesh me reflektu. Kur qohet ky zotnia ban një gjysomap, sa as kjo s'është reflektim politik i zotit Kurti, i plot. Po thot, hajde ta zbojna komisionin, por me kushtin që të votojna, si pas vendimit të aktgjykimit të 2014-s. Dhe përfaqimit në paragrafin 141. Zoti Goshi. S'mundet me pas reflektim politik, kur motivi mrapa është pikrisht mu barikadu në bojkotim edhe në blokad. Shiko, Okej, ma thoshim. gjykata kushtetuese, këto ka dëju për shkak përvojës ti e din ma mirë se na. Se tjetër çka është ajo thot, a çush e thot. Gjykata kushtetuese nuk merr vendim për një akt në tentativë pa kry veprimi. Me 2014 nuk kemi pas mocion gjatë procedurës, gjatë konstituimit. Dhe andaj ka thonë mund votojnë me shumicë vota çush që teket. Por tash ku dol me mocion, që është në rreptësisht jo kushtetuese. 2014 Halil ka pas vendim se o zgjedhë kryetarja të Po fitore. u ka një akt, një veprim. Po një veprim. Çashtu po. Tash ka shku dhe ma kesh motivi. Tash asa Tash shiko gash. Se janë kop se është Ti shkelje je vetë një procedurale. manipulues i madh. Ku gjë tjetër? Qashtu. Kur e hub luftën, më është me spekulu me qitë najte Tunguzia, të Tadjikistoni, diçka atje. Te Ukraina, S'ka votim hiç. Jo, ne ishim duke ju referuar pjesës perëndimore të Evropës. Po, s'ki votim hiç. Për juve nuk ndodhin këtu. Për juve kryesiu a pat reflektim politik ose jo? Unë kam kontakt direkt me deputet. Edhe me Edhe ne i kemi. Po jo, Edhe ne. a kërkoj falje, pra. Kjo është sidomos kushtimi nga detyra zyrtare ka dy. Nuk o vepër penale pas kontakt me deputet, në rregull. Unë i kam me gjitha palët. Mira, a mund të me fol? Po. Edhe, kom nërë me disa deputet, edhe përgjegja, 2 pyetje i kam ba. Madje sot i kam takuar me një event, se këtu një ndërhyrje, po besoj kualitative për ta dëshmuar, objektivitetin e emisionit edhe të punës. Sot i kam takuar me një event të veçantë, edhe Luan Dalipin edhe Sami Lushtakun, që dy t'i kam takuar. E që të lanë Dalipin s'penja, nejtë. Po Luan Dalipi, shefi i stafit të kryeministit Kurti. Po në privatizimin e klubit Dreniza dhe ishte një knatësi shumë e veçantë që i pasur. Kof më ymër. Po, në respekt. 2 pyetje e kom ba. 2 pyetje e kom ba. Kushtem, nëse mund është më një. Po, pa dyshim u shëndrova. E para, e kom pyet kështu. Pse nuk pe konstituoni parlamentin? Përgjigja është kështu. Për inati. E dyta pyetje është, deri kur do të shkoni kështu? Nuk e dim. Përgjigje kumulative është. A kërë parasysh? Edhe kur të fillon njëri keq me bo, duhet me ditë, jo kur fillon mirë me bo. Kështu që, këtu është problemi. Dhe më thonë, problemi nuk është as kushtetues, as ligjor, as rregullor, problemi është njerëzor. Se duhet mu ullë, mu marë vesh.
për hir të interesit të parlamentit, institucioneve. Mu morë vesh edhe me lëshu pe kompromis,